të lehtë. Shikoni, merrni hapni dhe historinë e vendeve evropiane apo vendeve të tjera. Shikoni se si është ndërtuar një sistem demokratik, pra ka dashur me shekuj. Ka do një traditë, do një kulturë, nuk është e lehtë. Dhe ne nuk duhet bëhemi pesimist që Shqipëria nuk bëhet, apo Shqipëria është bërë. Shqipërinë e bën ata burra që themeluan këtë vend që në 1912. Ajo që kemi ne, detyra që kemi ne sot si shqiptar është ta bëjmë më të mirë, ta çojmë më tej. Pra është një proces që vazhdon dhe kur të ikim ne do jenë të tjerë, do jenë fëmijët tanë që do ta çojmë përpara. Nuk asnjë gjë s'është bërë për një ditë. Asnjë gjë nuk bëhet për një ditë. Kështu që është një mision ky. Dhe është dhe gabim dhe që të jemi dhe një listë, që të mohojmë dhe zhvillimet, të mohojmë edhe gjërat pozitive në shoqëri. Siç nuk duhet dhe që të fshejmë dhe plagët apo problematikat, dhe që duhet të diskutojmë sepse them se e vërteta, pavarësisht se disave nuk ju pëlqen, po e vërteta i bën mirë, mendoj, shoqërisë tonë. I bën mirë zhvillimit të një shoqërie të demokratike dhe i bën mirë në fund të ditës përmirësimit të jetës tonë si qytetar të këtij vendi. Zoti Beqiri, ju jeni jo vetëm studiues, avokat, pedagog, por më lejoni t'ju pyes në gjithë këtë kornizë, a ka një ligj të pashkruar që drejtësia nuk ndërhyn në të paktën një muaj të fushatës? Tu e kam fjalën tani për Spakun. Mendoni që do ta ruaj Spaku këtë që nuk do të ndërhyj për të bërë goditje gjatë 30 ditëve e para, edhe e dyta, duke qenë se keni mbajt poste të rëndësishme të institucioneve sensitive. Mirë një koment ju lutem, në momentin që dëgjuat lajmin për thyrje të Spakut, ndërhyrje brenda Spakut, mendoni që kjo ndodh pa njëri nga brenda? Faleminderit për pyetjen. Shiko, e para njerëzit i marrin me radhë. E para nuk mund t'ju them a ka një rregull të pashkruar apo të shkruar të tillë që ndërhyet apo s'ndërhyet para zgjedhjeve. Kjo është një çështje e drejtësisë dhe në momentin që ata kanë provat, vin momenti pra në një hetim, ka ato hapat e veta, ka fazat e veta hetimi penal. Kështu që në momentin që ata që merren me hetimin e çështjes, prokurori dhe më pas gjyqtari që vendos për masat e arrestit apo për masat e sigurisë, patjetër që janë të lirë të vendosin ata se kur e gjykojnë se duhet vepruar. Do thoni ju sa efekte mund të ketë një proces i caktuar ndaj një funksionari të caktuar publik që mund të jetë një funksionar i lartë në proceset zgjedhore, patjetër që ka ndikim. Dhe kjo është një çështje pastaj thash edhe një herë e gjykimit të atyre që janë pjesë e hetimit dhe patjetër që në fund të ditës gjykohet dhe nga qytetarët. Tani, unë nuk e di të ta them këtë që se çfarë mund të bëj Spaku apo çfarë mund të bëj një organ tjetër i shtetit shqiptar, sepse kjo është një çështje që ju takon atyre dhe ju takon hetimeve, rasteve të caktuara që ata që po hetojnë aktualisht dhe mund të jenë konkludohet në vendimarrje të caktuara para zgjedhjeve apo pas zgjedhjeve, kjo është një çështje tjetër. E rëndësishme për mua është fakti që ato gjërat që ne diskutuam, pra fakti që dhe vetë politika sa është ndërgjegjësuar dhe sa e bën këtë katarsis të vetvetja. Në momentin që ti rikthen personazhe të përfolur për korrupsion, qoftë në sistemin e drejtësisë, qoftë në administratën publike, i rikthen dhe mi fut në lista mi paraqet si e ardhmja, e ndryshimi i Shqipërisë, për mua që këtu ka rënë morali, ka rënë kredua. Pra është kredua me gjitha në politikë, është besimi. Në momentin që bie ky, atëherë qytetarët zgënjehen dhe do marrin dhe kjo është fatkeqësia që zgjedhim pastaj alternativën që na duket më pak e keqe. Dhe patjetër do thoni ju është kjo një gjë që ndodh apo nuk ndodh në vende të tjera. Patjetër që ndodh dhe në vende të tjera. Prandaj them që është një evolucion demokracia dhe duhet funksionojnë të gjitha pushtetet në mënyrë që duke korrigjuar gabimet e njëri tjetrit, të perfeksionohet sistemi. Pra drejtësia korrigjon gabimet kur është e mundur të ekzekutivit. Nga ana tjetër ekzekutivi përpiqet apo pushteti legjislativ bashkë me të përpiqen të ndërmarrin reforma për ta përmirësuar sistemin e drejtësisë, siç ka ndodhur dhe në vendin tonë apo në vende të tjera. Por këto reforma duhet bëhen si një qëllim ose si një mision dhe një ideal i lartë për të përmirësuar vendin tonë, për të përmirësuar shtetin shqiptar.
Dhe unë dhe duhet ta theksoj edhe këtë. Nuk duhet mohuar edhe një aspekt tjetër. Ju e keni dëgjuar që patjetër që Partia Socialiste dhe kryeministri thonë që reforma në drejtësi është bërë dhe vjen si pasojë e vullnetit tonë. Dhe këtu ka një të vërtetë patjetër. Pra, ishin partnerë ndërkombëtar që na ndihmuan, po pa vullnetin e brendshëm nuk mendoj se bësh e mundur dot ajo. Dhe ishte dhe konsensusi pastaj se ju e dini si e votuan, ca me hir, ca me pa hir atë reformën. Me pranga. Dhe problemi është këtu që patjetër që Partia Socialiste ka treguar që është e gatshme të heqë dorë nga pushteti politik për hir të pushtetit për forcimit të drejtësisë pavarur. Këtë e ka bërë. Pastaj do thoni ju, siç e thatë, për rastin tani të ndërhyrjeve në SPAK, ka njerëz nga brenda që bashkëpunojnë, madje ashtu nuk jam në qendri ta them këtë sepse kjo duhet lënë atyre që e kanë për detyrë ta investigojnë dhe ta hetojnë. Si është ndërhyr, sa është ndërhyr, pse është ndërhyr, kush ka ndërhyr, kur është ndërhyr, e kështu pyetje me radhë shumë pyetje tjera. Atë duhet ta investigojnë ata që e kanë për detyrë aktualisht ta bëjnë dhe që besoj se do ta bëjnë. Kështu që ky është një problem që u takon atyre, që ta zbërthejnë për të mirën e punës së tyre. Patjetër.